Sumut. Quadre. Morale. Më vjen mirë që u takua rastësisht. Rastësia është mbreti i suksesit. Ju më pyetët për Shqipërinë. Shqipëria është një vend shumë i bukur. Është një Zvicër e dytë. Ka male, larta, kodrina, ka det. Por në Shqipëri ka ndodhur diçka e pazakontë. Në këtë vend të mrekullueshëm, me një klimë fantastike, me diell, me bregdet, me miniera, por si duket nga një e kalume 50 ani, 40 ani këtyre. Shekullore e prapambetur, ka ngel kështu. Do Zoti, me ardhjen e demokracisë të ndryshojnë gjanat në esencë. Speriamo. Të shohë dhe Shqipënia vlerat e veta. Shqiptaria është e pare punës Shqipëria. Është Shqipëria, është adheu, është historia e Shqipërisë, është e kaluara me heronjtë e saj, është tërësia e ngjarjeve të mëdha që kanë lënë kujtesë në kombin shqiptar dhe këtu rilindja shqiptare vjen me figurën e Skënderbeut, vjen me figurën e rilindjes mbas 5 shekujsh të qenurit në perandorinë osmane, vjen në luftrat që janë bërë, vjen në gjuhën shqipe. Pra, për rilindasit dhe për vasopashën, këto janë elementet e shqiptarisë. Gjuha shqipe, historia e Shqipërisë, heronjtë e Shqipërisë, mitologjia e Shqipërisë, vuajtjet e shqiptarëve, natyra shqiptare që është në kuadrin e rilindjes është hyjnizuar dhe këto element mua më duket që vazhdojnë në mendjet e shqiptarëve për të identifikuar veten e tyre. Tema e identitetit shqiptar është një temë që vihet her pas here në qendër prej studiosëve të ndryshëm. Ka pasur para disa kohësh një diskutim të mbarë ndërmjet dy prej shkrimtarëve tanë të mëdhenj, siç është Xhek Qosja dhe Ismail Kadarea, lidhur me identitetin kombëtar të shqiptarëve. Ka këndvështrime të ndryshme mbi çështjen. Nga pikpamja e studiosëve ka këndvështrime të ndryshme për sa i përket rolit që ka feja në ndarjen dhe krijimin e këtij identitetit vulën e vendosis të identitetit shqiptar. Ashtu si kundër ka këndvështrime, siç është ai Kadares, që nuk ka ndarje në krijimin e këtij identitetit shqiptar, është vetëm një identitet. Ai një identiteti shqiptar është ai identitet që ndryshe ka quajtur identitet europian, është vetëm një dhe i qaset karshi e Europës. L'albanesità per noi in albanese Shqiptaria, usata come parola da forse 300 anni, dai primi anni del 1700, dove in Albania o tra gli albanesi succede qualcosa molto importante. Il nostro popolo cambia l'etnonimo, cambia il suo nome. Non credo che è successo con un altro popolo. Dhe për mua identiteti
nuk është një gjë e prekshme, por është, si të thuash, një mënyrë ekspozimi përballë të tjerëve. Përballë botës, përballë, si të thuash, fqinjve dhe përballë vetvetes. Për mua identiteti është një mënyrë të sjelluri, është një lloj ndërtohet, është një ndërtim, është një konstruksion, nuk është një thelb. Dhe mua më duket që këto element për të cilën folëm, unë nuk e di nëse janë apo nuk janë në qenien, në shpirtin e shqiptarit, por unë di këtë që simbolikisht shqiptari në momentin kur ndodhet në situata të vështira, si të thuash, kombëtare, ju bën thirrje këtyre. Shqiptaria ekziston dhe ka thashrojnë shumë të forta. Shqiptaria është, themi, ndjenjësia që njeriu ka për kombin e vet, ka për vlerat e veta, ka për historinë e vet, ka dhe për identitetin e vet. Dhe shqiptaria është një nocion i cili, ose themi, është një mënyrë shfaqje të asaj të parafrimit ose të ngjizjes që njeriu arrin të kryej me ambientin e tij, me etnitetin e tij. Momentet caktuara është më i fortë, momentet caktuara është më i dobët, por ekziston së brendshmi tek çdo individ që i përket një kombi. Në rastin tonë shqiptaria është e kombit shqiptar. Në këtë periudhë ku ne flasim pak kena probleme me këtë, për shembull, identitetin kombëtar, për shembull, sa mund qoftë referon atë vlerave. Dikur para viteve 90, periudhën komuniste, shqiptarët kanë pas dëgjana më të qarta do vlera shqiptarie të madhe, për shembull besa, po ku diun disa vlera tjerë se s'po vinte, që kena pas trimëria, këto i kena pas shumë më të qarta. Sot jena një periudhë tranzicionit, konfuzionit vlera, për shembull nuk dina, duhet me kanë trim, a duhet me keni besë, o me keni dravarak. Janë dilema që na vinë të lloja ndryshimeve sociale që na kanë ndodhur. Po jena në troditje dhe po rivendosin vlera të reja. Nuk di të them për këtë pjesë, nuk jam as veç shumë e bindur nëse i kena të përcaktuar mirë këto. Nuk është shumë përhapur problemi i identitetit shqiptar në bisedat e çdo familje. Por sa herë ka probleme në raport me Kosovën, këto ndjenja zgjohen dhe çështja e flamurit, çështja kombëtare bëhet pjesë e debateve, bëhet edhe pjesë e mediave. Në politik nuk e dalloj si një çështje. Nuk e dalloj si një debat, edhe për arsyen sepse politika shqiptare zakonisht është shumë më konkrete, është më shumë në përditshmërinë e saj. Pra nuk e shoh. Ka një nivel tjetër që është niveli i njerëzve në jetën e përditshme. Njerëzit që nuk merren as me politikë, nuk merren as me ideologji dhe as me kulturë. Njerëzit e zakonshëm që bëjnë jetën e tyre, që bëjnë profesionet e tyre, tek ata çështja vjen shumë praktikisht. Si vjen praktikisht, ata pyesin në forma të ndryshme që çfarë mbetet shqiptare në momentin kur në televizion apo në kinema mbizotron produkti huaj. Çfarë mbetet shqiptare në momentin kur mallrat, produktet që vinë, stilet e jetës që ofrohen në mod nuk kanë lidhje me cultura shqiptare. Ma credo che è un tema attuale, anche perché l'albanesità è un concetto riemerso dopo la caduta del comunismo, in cui il paese sta cambiando pelle, per dire. Era un paese che viveva sotto un regime, diciamo, totalitario,
da mezzo secolo e adesso si trova in un mondo libero, svincolato dai vincoli del passato e del comunismo, però non abituato a vivere secondo le nuove regole della comunità in cui vuol far parte, cioè Europa. E questa pone domande importanti, cioè chi eravamo noi, chi saremo noi e poi chi siamo a questo punto. Kush është shqiptari? Shqiptari është autokton në trojet e veta, me një kulturë të vetëm, me një gjuhë të vetëm, ndryshe nga shumica e populleve që janë në Europë, në Ballkan, edhe në gjithë botën. Un uomo d'onore, un uomo che conosce bene il suo paese, non tradisce il suo paese, è fedele, ok, parliamo in generale sempre. Questo è un albanese. Njerëz të mirë, kanë popularitet të madh, janë të dashur me njerëzit dhe kanë një hospitalitet, ta them në shqip mirë, skuza. Kanë një bujari shumë të madhe, edhe mirëpritje të madhe. Noi abbiamo avuto nella nostra storia due parti grandissime del nostro territorio, no? Che è la Repubblica di Albania e il Kosovo, la Repubblica di Kosovo, che hanno avuto due diverse storie per più di 80 anni. E quindi che significa adesso essere albanese è un po' difficile a dire nei termini teorici. Ovviamente è la popolazione che vive in questo territorio che ha più o meno gli stessi costumi, la stessa mentalità etnoculturale. L'identità albanese è l'identità che è collegata con la storia. Certo, se parlo per me stessa, dico che sono una donna in globale. Ma comunque l'identità di questo paese è un paese piccolo, molto bello, con la storia anche lunga ma anche molto interessante. La maggior parte è studiata, sono piccole parti che anche non sono studiate, ma comunque anche l'identità dei italiani e l'identità dei italiani. Unë I përmenda ndoshta edhe pak më parë që kur flasim për identitetin kombëtar, ka disa elementë të cilët unë përmenda edhe më parë që I bashkojnë gjithë shqiptarët pavarësisht kufive, nëse flasim për shqiptarët Malizit, shqiptarët Kosovës, emigrantë shqiptarët cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, janë elementet që I përmendën siç ishin gjua, flamuri, vendi, traditat, historia e tjera me radhë. Nuk mendoj që ka një copëzim identiteti, nëse ju doni të thoni këtë gjë, ka një copëzim identiteti që do të thotë unë jam shqiptar, por me qënë se vin nga Mirdita ose vin nga Puka, jam ndryshe nga një shqiptar I cili vjen nga Korça. Sigurisht kam disa element kulturor që lidhen me krahinën, por të paturit të një dialekti nuk mendoj se krijon një mbivendosje të një identiteti shqiptari nga jugu, të ndryshëm nga një identitet I krijuar të një shqiptari nga veriu. Nuk mendoj që ekziston një mbivendosje. Mendoj që janë ato elementet e superpërmendur të cilët I lidhin gjithë shqiptarët pavarësisht kufive. Edhe unë do shtoja madje edhe në studime të ndryshme, në kërkime të ndryshme, elementi kufi është shumë I rëndësishëm në përcaktimin e identitetit, se ku vendosen kufit, edhe kufit e territorit, por tashmë në kuadër procesit globalizimit flasim edhe për kufi mendor ose kufi dijesh. Dhe kjo është më shumë në planin ideologjik. Por, unë do të mendoja që në kushtet e globalizimit mundet që përmbajtja e këtyre miteve, e këtyre simboleve mundet të jetë zbehur, po diku qëndron, diku është. Për shembull, sado shqiptarët të jenë apo mos jenë patriot, identifikohen me Shqiponjën. Me Shqiponjën në flamur, me Shqiponjën në fanellat e skuadrës së futbollit,
me shqiponjën që shikojnë të vizatuar në mure ose të ndërtuar diku në rrugë. Pra, janë disa simbole që përbëjnë, si të thuash, pika referimi. Mirë, po këto simbole ndonse krijojnë atë unitetin shpirtëror, në një farë mënyre janë bosh, sepse në jetën e përditshme pyetja shtrohet po rituali, po zakonet janë më shqiptare? Këtu vim në një nivel të dytë. Dhe në këtë nivel të dytë, unë do t'isha dakord që globalizimi, hapja, modernizimi i ka zbehur këto zakone që dikur kanë qenë shqiptare. Quando noi leggiamo la nostra storia non si può evitare, diciamo, la religione, specialmente il fatto che noi sappiamo tutti e lo ammettiamo che fino al XII, XIII eravamo tutti cattolici e questa è una realtà che si conosce, si sa, ma non è importante. Per esempio, non so, a 40 chilometri da qui è una zona la quale è totalmente musulmana. Ci sono solo 2 villaggi che sono cattolici. Sono cattolici, sono non molto distanti dal mare. Loro sono venuti da Mirdita 200 anni fa, 300 forse, perché praticamente era una zona dove non potevano penetrare i turchi. I turchi avevano chiesto di fare questo, convertirsi. Io ti do la terra, tu ti devi convertire. Se non ti converti, allora rimani senza mangiare. Tutto qui. Una persona che vuole mangiare si ritiene anche, diciamo, un credente, non è importante se c'ha una croce oppure una mezzaluna. Se in Grecia, per esempio, è l'ortodossia come un elemento forte, basta accettare l'ortodossia e anche se sei un musulmano, se accetti l'ortodossia, diventi un greco. Da noi questo non c'entra, non lo capiamo, non siamo in grado di ragionare in questi termini. Però per noi chi parla albanese è un albanese, in modo molto naturale. È un nostro modo di misurare l'etnia. Dhe unë mendoj që shqiptarët nuk e kanë përdorur fen si identitet tyre. Gjua ka qenë identiteti I shqiptarëve, gjua jon, e cila është totalisht shqiptare, I bën na jep një identitet, pra që ne jemi shqiptar. Duhet të them, nuk është feja që na ka mbajtur ne si shqiptar, por gjua e cila na ka përcaktuar identitetin tonë. La lingua sembra che è stata sempre quella che ha dato, diciamo, la natura all'identità. È stata la gamba più forte. Atëherë, për mu, me kënë shqiptar, ka të bëjnë, mendimi em ka shumë perceptime për të qenurit shqiptar. Atëherë, të qenurit shqiptar lidhet e herë, pikës parë lidhet me ndjenjën e patriotizmit. Shqipnia në vite shuhet për ndjenjën e patriotizmit, ndjenja kryesore tek ne, gjithashtu kemi edhe besën si pikën tonë kryesore që na ka karakterizu në vite. Gjua jonë është një simbol tepër thelbësor për ne. Kemi gjuhën më të vjetër në Ballkan. Atëherë shqiptarët janë një ndër popujt më të vjetër të Evropës, bazuar në historinë ato që thuan, pasardhës të lirëve, një kombë me traditë, me identitet, traditave historike, po edhe kulturore, në kuzhinë e të tjera. Janë popull që nuk njihen shumë, janë popull që kërkojnë, kanë ambicie, janë popull I vogël pa shumë të ardhura, por që kanë bërë histori në vendet të tjera ku kanë shkuar. Na kanë lënë pavarësisht se jemi një popull I vogël në juglindje të Europës,
Kjo s'do të thotë që jemi një popull i harruar dhe nuk kemi histori. Të qenurit shqiptar ndjehet më tepër në raste të tilla kur flitet për nacionalizma, por të qenurit shqiptar, të thuash jam shqiptar, duhet jetë më në gjykimin tim, duhet jetë një term më i zgjeruar, sepse ti je shqiptar do të thotë që të zbatosh ligjet, ti je shqiptar do të thotë që të respektosh mjedisin, ti je shqiptar do të thotë që të japësh kontributin tënd për zhvillimin e kombit tënd. L'identità albanese per me è proprio questo, conoscere la cultura albanese, il patrimonio albanese culturale, sia il patrimonio culturale ma specialmente il patrimonio immateriale. Në mendimin tim, ti je shqiptar, ka të bëjnë me një mendim krejt thjesht, por mendojnë të logjikshëm. Unë si ri si jam, mendoj si ti je shqiptar, do me thënë me kërku rajt e tuja të thella, edhe gjithsesi me kanë shqiptar duhet me kërku rajt e tuja të thella, me njoft mas pari vetin edhe identitetin tanë, sepse në këtë mënyrë, në qoftë se ne e njohim veten më mirë, atëherë kena një mundësi më shumë për mi tregu botës se si jena, edhe me pasqyru më tepër realitetin. Atëja, kjo është një pyetje që nuk mund të shkurt me u përgjigj me një fjali, por të mundohem ta them shkurt. Shqiptar do të thotë ti je krenar për vlerat e vendit tonë dhe ta njihsh mirë vendin tonë, edhe dish me demonstrua ta vlera. Të rinjt që vinë tek Arka, le të themi që kanë normalisht që njihen shumë shqiptar, sepse është një masë normale që të njihesh shqiptar, por besoj e kanë të kaluar atë pjesën e nacionalizmit. Tashmë ato të rinj që vinë këtu, janë ato të rinj që ndoshta në shtator do të shkojnë të studiojnë në Rom, do të shkojnë të studiojnë në Austri, në Vjenë, sepse kemi bashkëpunime shumë të mira me shkollat e mesme, shkollën e mesme austriake, Peter Mëshkalla. Pra, ideja është që të rinjt ndihen shqiptar deri në atë pikë ku ajo i bën të njihen krenar. Por jo të kalohet tek ajo pjesa e nacionalizmit, ku ta përdorin identitetin e tyre si diçka superioriteti, domethënë ato ndihen është fjala më e mirë krenar për atë që janë. Nga eksperienca prapë jone e punës, ne shohim që gjithmonë në lidhje me ekuilibrin gjinor, me identitetin e ri mashkullor, identitetin e ri femëror, ne shohim që po rriten njerëz të lirë në emigracion me parime dhe vlera europiane, pra ata që vinë nga Europa dhe sjellin një frymë të re. Edhe kjo është sepse i shkëputen ambientit në cilin e jetojmë, që ambienti në Shqipëri duhet ta pranojmë që është ende një ambient antivlerash, një ambient jo demokratik, një ambient ku nuk fiton më e mira, nuk promovohet merita, dhe ata që jetojnë në emigracion ju duhet të përballohen me sfida shumë të mëdha, por njëkohësisht kanë mundësinë që të jenë të shkputur nga lidhjet primitive, themon, që kemi ne këtu. Një pyetje e vështirë për mua. Sepse unë të kenonit shqiptar, më falni, unë po flas ngegnisht, sepse kjo është gjuha jeme në dialekt. Të kenonit shqiptar për mua është e provuar vetëm në vitet e fundit, sepse unë kam jetuar shumë vite në Itali. Dhe nuk e kam pas ndjenjen të kem të qenurit shqiptar, nuk e kam provu atje. Ose më mirë do thoja, e kam provu në një farë mënyre, sepse e ikur në emigracion shumë e ri. Dhe jeta më përballi me një realitet krejt të ndryshëm nga realiteti që unë lash në Shqipëri. Dhe ndoshta ajo më forcoi ndjenjen e të kenonit shqiptar atje, po në një mënyrë tjetër nga kjo që po provoj sot. Sipas mendimit tem, me thënë shqiptar është një gjë le të themi pak a shumë e kurzume, sepse në radhë parë ne i përkasim Shqipërisë sepse kena lind këtu. Edhe nuk është një zgjedhje e jona. Por që ti jesh shqiptar do të thotë përsëri shumë edhe diçka për mua shumë e shenjtë.
sepse i përkas këtij vendi, edhe për çdo gjë, sado të jetë mirë shtetet të tjera, sado ekonomi të mirë të ketë në vendet të tjera, më pëlqen vendi jem, edhe çdo gjë që më përket mu, çdo studimi jemi, çdo arritje jemi, më pëlqen që ta të jetë në funksion të shtetit tem. Atëherë për mua, domethënë, çfarë domethënë që të jesh shqiptar, të thotë që të jesh shqiptar, domethënë të mbështesh në identitetin e vlerave, traditave dhe zakoneve që kemi ne. Kemi një gjuhë të përbashkët, jemi një këmbë, edhe pasuria më e madhe që të parët tonë na ka lënë është gjuha, që ne dhe i kushtojmë shumë rëndësi që jemi shumë patriot. Kemi patriotizëm. Edhe pse ne nuk jemi një popull shumë i pasur, të paktën jemi njerëz të besës, të kulturuar, dim të respektojmë. Jemi krenar që jemi si. Sa jemi ne patriotik nuk jemi. Sepse po të ishim patriotik, do të punonim e do të shërbeni më shumë këtij vendi. Thjesht po të shohësh fenomenin që ndotim pafund, mbetjet, plerat, që nuk i dedikojmë vëmendje ambientit rreth rrotullt shtëpisë, rrugëve, bimësisë, kafshëve, çdo gjë që na rrethon. Unë besoj që Shqipëria për momentin karakterizohet nga një energji e pafund e të rive, sepse mosha mesatare besoj diku te 35 vjeç, kështu që populli shqiptar tashmë është hala shumë i ri. Edhe besoj që kjo energji është shumë pozitive në momentin që këta të rinj shkojnë të studiojnë, këta të rinj shkojnë të punojnë në Europë. Unë ajo që shpresoj është që këta të rinj të kthehen përsëri këtu në Shqipëri dhe të japin atë që kanë mësuar, atë që kanë mujt marrin në Europë, të japin prapë në vendin e tyre. Dopo gli anni 90, con i cambiamenti che si sono fatti, la realtà è cambiata moltissimo e anche la vita albanese è cambiata moltissimo. Questa vita si è assomigliata non del tutto, però in 80% con la vita che fanno tutti i paesi esteri, quelli occidentali più o meno. L'identità è cambiata, però non del tutto. Në fakt ne kemi problem shumë të madh tani në Shqipëri që me procesin e integrimit dhe këtu kam parasysh pas vitit 1990 kur shqiptarët kanë nisur të përballen me botën pas një periudhe të gjatë izolimi, atë zhveshjen nga elementet e identitetit kombëtar. Kjo do të thotë që ne mendojmë që të shkojmë drejt Europës do të thotë mos jemi ne, ata që kemi ardhur deri tani deri këtu. Dhe për shkak të mungesës edhe të politikave publike në të shumtën e rasteve, flas gjithmonë pas vitit 1990, sepse para vitit 1990 ka problematika të tjera, kjo ka bërë që të gjitha elementet real të identitetit, dhe flas këtu për identitetin kombëtar dhe nuk flas as për nacionalizëm dhe as për patriotizëm, kanë bërë që shumë nga këto vlera të zhbëhen. Fjala vjen, ne nuk interesohemi më aq shumë për folklorin. Ne nuk e kemi shkruar si duhet akoma historinë tonë. Ne nuk i mësojmë të rinjve se nga kanë ardhur ose se çfarë jete kanë bërë prindërit e tyre. Gli albanesi sono in senso vero e proprio europei. La nostra lingua, pur avendo abbastanza pressione dalle lingue di vicinanza, vicine, come il latino, il greco, il slavo, in carattere una vera e propria lingua indoeuropea. Por unë do të thoje, domethënë që Shqipëria është një vend europian, Shqipëria është një vend jo vetëm gjeografikisht në Europë, por edhe në mentalitet. Për fat të keq, do të ishte mirë që ky shembull, ky identitet të ishte në një sinkron të plot, domethënë edhe me elitën politike, elitën shtetërore, e cila ka fatet e orientimit ose të drejtimit të Shqipërisë, e cila cedon me realitetin. Secondo me dobbiamo dividere che cosa aspettano gli albanesi e cosa aspetta la classe politica. Perché secondo me da noi non c'è la conoscenza
dell'Europa politica, amministrativa, del modo di vivere in Europa. Noi abbiamo sempre avuto questa intenzione di essere in Europa, anche quando eravamo totalmente chiusi. Ne shikojmë, bashkohemi, bëhemi legjendu kur luan kombëtarja, kur është gjithçka. Kur luan kombëtarja ne bëhemi shumë të bashkuar. Kjo gjë nuk ndodh në raste të tjera. Ne kemi frikë nga e shkuara. Nuk kemi arritur dot të largojmë akoma hijet e të shkuarës. Edhe kjo do na doj dhe disa vite, ose mbas edhe disa breza, që ne të sillemi si europianë, nuk sillemi dot si europianë. Ne përpiqemi, por nuk ja dalim dot. Ne do na duhen disa kohë. Dhe për mua, shqiptari është një njeri shumë i zgjuar, punëtor, por që duhet shumë punë që të arrijmë në ato nivele që duam të jemi. Sidomos, ne duam të jemi në Europë, jemi shumë larg Europës. Shqiptarët që më përpara, për shembull, ne kemi qenë edhe më tradicional sepse kemi edhe të izoluar. Sot jemi më të hapur ndaj botës edhe i përshtatemi, them edhe shqiptarët i përshtatën botës. Domethënë ecin me intuit sipas vendeve dhe kohës ku jetojnë. Të jesh shqiptar do të thotë të jesh europian. Shqiptar do të thotë që të jesh krenar edhe do të thotë të jesh krenar që je shqiptar edhe që je, domethënë, pjesë të Evropës. Në përgjithësi, shqiptarët, pothuajse si çdo popull, e duan kombin e vet, e duan që Shqipëria të jetë një bashkë me Kosovën, por nga ana tjetër nuk janë nacionalistë, nuk janë fanatik, janë shumë të hapur drejt Evropës dhe tashmë nga dita në ditë po bine që Shqipëria është pjesë jo vetëm fizike e Evropës, por shumë shpejt do të jetë edhe pjesë administrative e Evropës dhe i ka kaluar barrierat e nacionalizmit, por jemi një vend i hapur drejt perëndimit dhe mezi presim që të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Va bene, l'albanese così comune si aspetta dall'Europa di vivere meglio, di poter lavorare anche in Europa, se possibile, di poter circolare. Questo è già raggiunto con la soppressione del sistema dei visti, no? Nei paesi Schengen. L'Europa da noi cosa aspetta? Noi vogliamo che l'Europa da noi non si aspettasse soltanto di essere un limes, no? Dell'altro mondo, quindi di fermare le ondate di emigrazione, va bene, questo anche noi lo vogliamo fare, insomma, però non guardarci solo come problema di ordine pubblico, diciamo, no? Noi vorremmo che l'Europa, l'Italia soprattutto, fosse più presente con gli investimenti, insomma, ci fosse più presente nel nostro sistema di educazione che purtroppo non c'è. Kam përshtypjen që fotografia është dëshmia më mirë e lidhjes të pandar që Shqipëria në fakt është Europa. Që Shqipëria është njësoj si Europa. Dhe është
kurse si e pa pranueshme të kësa vetëm pak kilometra distancë me Italinë, një vend të konsiderohet si qendër e Europës, e një vend tjetër në rastin konkret si Shqipënia të konsiderohet një vend konsiderohet Europë Lindore. Nuk e di, po sa herë që përdoret kjo vërtet të duket edhe komike. Ma noi qui viviamo da europei. L'unica cosa che ci manca è l'informazione su ciò che noi dobbiamo dare all'Europa e su ciò che l'Europa ci deve dare a noi. Non siamo molto certi per il rapporto proprio di dare e prendere. Siamo un po', c'è questa grande voglia, c'è un entusiasmo, ma è l'entusiasmo di chi sa che lo sta facendo metà dell'Europa e quindi anche noi lo dobbiamo fare. E in questo caso forse sarebbe bene essere più cauti, avere più informazione in questo caso. Crollerà questo muro invisibile che ci divide dall'Europa dopo che noi diventiamo più europei dentro. E questa è una sfida anche del governo, è una sfida anche degli ONG che operano in Albania e poi spesso è una sfida anche di tutte gli strati sociali che si sentono sotto pressione qui in Albania e credo che più di tutti per andare in Albania chi sono? Sono le donne per andare in Europa, sono le donne, sono gli omosessuali, sono le minoranze etniche e religiose, cioè chi è minacciato vuole essere protetto ecco, così che credo che è un po' difficile, però si sta creando questa nuova identità. Come ho detto prima, che dicevano e che si dice sempre più che la regione dell'Albania è l'Europa. Se mos në nëzore! Në mbole. Prandë. Po që do shqiptarë, ja, i kemi gjithë mamët, asë se s'kemi ta. Qui in Albania non vive, se lei desidera potrà fare anche un documento per vivere in Italia.